Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Kisha vetëm $50 në xhep. Olsi Bylyku prek ndjekësit me postimin e fundit. Aktori dhe moderatori i njohur Olsi Bylyku ka ndarë në rrjetet sociale një kujtim të veçantë nga vizita e tij e parë në Amerikë, duke shoqëruar me një foto të bërë në Times Square, New York. Në një postim të gjatë dhe emocional, Olsi tregon se gjatë atij udhtimi kishte me vete në total $600, nga të cilat një pjesë i shpenzoi për dhuratë për familjen, një fustan që i bleu nënës vet, parfum për babin, një bluze për motrën dhe duke i mbetur në xhep vetëm $50. Me atë bluze të thjeshtë që ai e kishte bler edhe për vete, u shkrep edhe fotografia që ai ndau me ndjekësit. Ai tregon në postimin e tij për gjitha vuajtjet që ka bërë për të arritur deri këtu ku është dhe gjithashtu shpreh mirënjohjen në Zot për të gjitha ecuritë që ka kaluar në jetë.